Jemi këtu në këvendin e Shqipërisë, praktikisht është shpezulluar seanca me pretendimin që ka patur kundërshtime. Shikojmë çfarë do ndodh. Mund të ketë një plan të djallëzuar, ku Taulan Balla sapo të rjapet seanca të kërkojë që të shkojë direkt në votim. Kjo bëhet qartësisht që mos të diskutojmë për ligjin e amnistisë, nëpërmjet të cilit duan të nxjerrin nga burgu të gjithë ata që janë dënuar për vepra penale të ndryshme. Janë në një moment të vështirë, qytetarët shqiptar kanë dalë në bulevard dhe duan dorëheqjen e Edi Ramës dhe nëpërmjet amnistisë duan të fitojnë mbështetjen popullore. Shikojmë çfarë do ndodhi. Do ta zbatojnë këtë skenar djallëzor apo do vazhdoj seanca normalisht me diskutime?